Shikues nderuar, televizionin shqiptar të Amerikës ju përshëndes, jemi në emisionin Malësi e Madhe pëllëmbëthesar. Nëse shkojmë mbrapa viteve dhe mendojmë se si ka qenë malësia e malësorëve dhe shqiptarëve në Malinezi, kemi ndryshime rrënjësore. Ka ndryshime në të gjitha fushat, ka ndryshime në të gjitha fushat e jetës, sepse vetë malësorët kanë investuar, kanë ditur të punojnë, vetë shqiptarët kanë investuar, kanë ditur të punojnë për shumë vite, me qëllim për të arritur ato drejta që u takojnë ashtu si autoktonë që janë, por edhe brenda sistemit shtetit Malezi të jenë aktiv, të jenë pjesëmarrës dhe të jenë, siç kanë qenë dhe sot, pra kemi shumë politikanë që janë në pozicione të larta në shtetin e Malezi, por do të thosha që është edhe ajo qereshia mbitorë, është fitimi i të drejtës për të administruar komunën e Tuzit, ajo është arritur për herë të dytë. Mendoj se do të jetë e përjetshme, sepse ashtu janë vetë shqiptarët të përjetshëm në atë kohë dhe njëkohësisht ka fushat cilat janë se që janë investimi që kanë bërë vetë malësorët aty, por kanë bërë dhe investime nga diaspora në Malësit, cilët kanë sjellë një zhvillim, i kanë dhënë dhe një impuls jetës më të madhe. Ka fushat tjera të arsimit, kulturës që janë zhvilluar. Një nga ato fushat që ka qenë e shumë e prapambetur, por që ka ekzistuar, ka qenë fusha e sportit. Kam patur fatin që të kem para disa viteve këtu në studio, aktualisht sot është presidenti i klubit të Dëçiçit, është profesor Paldreshaj, njëkohësisht kam këtu të ftuar, do të jetë me ne në panel edhe Toni Goçaj, ju e njihni si agent i real estate-it, por ajo është edhe një sportdashës dhe një mbështetës, jashtëzakonisht aktiv për skuadrën dhe Dëçiçit dhe për gjithë hallet dhe problemet që ka pasur Malësia. Mi se ke ardhur president në këtë bisedë, mendoj se do të kemi një bisedë jashtëzakonisht të gëzueshme, se jemi mbas shumë sukseseve, por fillimisht do të uroj mirëseardhjen në këtë bisedë që jemi bashkë në Viper. Mirësevizeta Gani, Faleminderit për ftesën dhe njëkohësisht përshëndes ju në studio dhe tonën gjithashtu dhe përshëndes të gjithë shqetësuesit e Alp TV USA, kudo që ndodhen. Të falenderoj, njëkohësisht do të them mirëseardhjen edhe ka ardhur Toni Goçaj, të falenderoj shumë pasi gjithmonë keni qenë aktiv dhe keni qenë edhe pjesëmarrës në këto aktivitetet që ka televizioni. Mirë se ka ardhur. Mirë se kam gjetë, faleminderit edhe një herët për ftesën, si mua si pali që të jem prezent në përmes ekranit të televizionit të shqiptarëve të Amerikës për të biseduar pak a shumë për klubin e Dëçiçit. Do ta kem shumë të lehtë bisedën me juve, pasi juve, zoti Dresha, jeni një president shumë i suksesshëm, nga ana tjetër, qoftë për të shtuar për sukseset, qoftë dhe për oponencë, do të jetë dhe zoti Goçaj këtu për të diskutuar dhe për të sjellë një informacion nga e kaluara, edhe si pyetje e parë do të jetë si e gjetët juve aktualisht kur shkuat në detyrën e presidentit të klubit Dëçiçi. Pra, si ishte gjendja në përgjithësi në atë kohë? Siç e din pothuajse të gjithë se të drejtat themeluese ndaj klubit të Dëçiçi me 2019 mori mbi supet e veta komuna e Tuzit. Dhe në momentin që unë hyra në klub, natyrisht si presidenti i klubit, e gjeta një gjendje katastrofike. E gjeta një grup lojtarësh që ishin në grevë sepse nuk kishin rroga me muaj të tëra. E gjeta një administrat, pra pa administrat, pa asnjë njeri. E gjeta një infrastruktur të mjerueshme, me borxhe të shumta, gjithashtu në aspektin sportiv. Ishte klubi duke rënë nga liga e dytë në ligën e tretë, do të thotë para shurjes. Nuk kishte akademi fare. Dhe klubi fatkeqësisht në ato muaj, në ato disa muaj, ishte dhe i pa regjistruar në Ministrinë e Sportit. Pra ishte pranë shurjes. Dhe krejt kjo ishte si pasojë
e neglizhencës, mosdijes ose mosdashjes të strukturave të udhëheqëse që ishin me parë. Shumë faleminderit. Zoti Goqaj, si kujtoni juve ato periudhë? Solli shumë informacione, sigurisht ai mban dhe rezerva, pasi ishte modest, kemi një president modest siç është Dresha. Po pak a shumë pali sqarou gjendjen e klubit si ishte kur e kanë marrë. Unë faktikisht kur ite gati me rallën nga Liga e 2, siç e ceki edhe vetë pali ndolla ati isha atje në vendlindje në vizit, dhe po thuaj se nduket palo nëse mos një gabim ato 2 ndeshjet e fundit me aty pështuhet me për me mbet në Ligën e 2. Por sa për si mbaj me nuk klubin, ajo është për një gjendje katastrofike, po thuaj se si ullhecat që ata që janë kënë disa, po thuaj se janë kënë ma fort edhe për interesa personale se edhe sa për interesa të klubit në përgjithësi. Kurse tash pra momentalisht me ullhecjen e zotit Pal Dreshaj, me stafin e tij profesional, pra klubi është në një gjendje po thuaj se profesionale dhe një gjendje të mirë ku do të bisedoj edhe Pali ma të tjerë. Po mirë, zoti president Dreshaj, dihet shumë njerëz që merren me mediat ose që kanë informacione të ndryshme, që janë jo vetëm ata që janë tifoza të futbollit, por dhe të sporteve të tjera, e dinë se ka bërë një progres shumë të madh klubi Delqiqit, pra sporti në Tuzë. Mund na sjellësh, lutem, ku jemi mbas 5 vjetëve mbas marrjes së detyrës? Cilat janë disa nga sukseset tuaja që juve keni dëshirë t'i ndani me shikuesit? Unë tani ganin nuk duhet jem modest, por kjo është pjesa që me kënaqësi i përgjigjem, kjo është pyetja që me kënaqësi u përgjigjem. Sepse me njëherë ne i përcaktuam objektivat. Mbetemi pra në Ligën e 2 në gjysmë sezonet dhe me njëherë vitin e ardhshëm u nxitëm ekspres, pra pa diskutim u nxitëm në kategorinë e parë dhe për 4 vite udhtim në kategorinë e parë ne nga aspekti sportiv realizuam rezultate historike. Pra 2 herë, nëse dhe këtë vjet tani 3 herë finalist të kupës së Malit të Zi, 3 herë pjesëmarrës në garat evropiane dhe 1 herë, pra vitin e kaluar, fituam dhe titullin kampion i Malit të Zi. Gjë që ishte e pa imagjinueshme para 5 viteve të flasim për këtë. Mirë po, nga aspekti i rezultateve dhe ky ishte një objektiv i yni. Ne objektiva tjera i kemi përcaktuar dhe i kemi realizuar pothuajse të gjitha 100%. Para se të shkojmë tek objektivat, çfarë keni arritur? Pra mund të sjellësh informacione të fushës të sukseseve? Po, atë isha duke vazhduar ne. Ne kemi ngrit burimet njerëzore në kapacitetet në administrat. Pastaj kemi shkolluar kuadrin profesional të trajnerave. Kemi ngrit akademin që nuk ishte më parë, ishin një 10-12 djelmosha, tani i kemi mbi 250 fëmijë nga Tuzi dhe Malësia që praktikojnë futbollin. Gjithashtu, kemi ndërtuar dhe në infrastrukturë. Me njëherë kemi banë ndryqimin e 2 fushave, fushës qendrore dhe fushës nimse. Pastaj kemi vazhduar me ndërtimin e 2 fushave, pra rindërtimin e 2 fushave, gjithashtu fushës qendrore dhe fushës që ushtrojmë, si dhe kemi ndërtuar një objekt shkëlqyeshëm, pra një tribun me lokale përcjellëse krejt çka i nevojitet në klubit bashkohor në Malë të Zi dhe pse jo edhe në Evropë. Dhe krejt këto i kemi realizuar për këto 5 vite punë. Zoti Goqaj, zoti Dreshaj solli gjithë këto suksese dhe e shkoi shkurtër 5 vjet. Shumë e shkurtër. Si e ke përjetuar juve dhe gjithë bashkëdhetarët tanë që janë nga ajo zonë? Po, për sukseset e tyre pra mrena 5 vjetëve që është e pa imagjinueshme se si kanë arrit në atë kohë të shkurtër
Pra duke marrë parasysh se si ishte klubi, në cilin gjendje ishte para 5 vitesh dhe si njësër. Unë pata fatin që të isha atash kur mbarua stadiumi i ri, tribunat e reja, të marrë pjesë në ndorë kur isha atje dhe shikjove disa ndeshja, të zbashkut me Palin, një mrekulli, një bukurie veçantë, një stadium pothuajse me të gjitha standardet evropiane. Përveç se stadiumi i bukur pothuajse ai stadium e ka zbukuruar dhe Tuzin dhe Malsin. Dhe unë të them të vërtetën, klubi futbollit Deçici unë e konsideroj edhe një si projekt zhvillimor, me qenë se ndoshta Pali do të cekin më vonë se sa janë të punësuam në klubin e Deçicit në krahasim se si që janë kënë më parë. Mire e theksoj toni e potencoj këtë detalj. Nëse para 5 vitesh kjo zonë e Tuzit, e komunës e bashkisë, ishte një njoll e zezë për komunën tonë. Vend ku takoheshin i quaj narkomanat dhe problematikët, tani është një potencial dhe një mundësi zhvillimore, sepse gjithë rreth në 3 hyrje janë rrugët me tretare, me ndryqime, me objekte përcjellëse që mund të jenë potencial për një afarizëm të shkëlqyeshëm dhe një zonë e bukur. Karshi 2 shkollave të fillore dhe Karshi gjimnazit, si dhe Karshi sheshit Skënderbej, i ne pjeshin edhe stadiumi ynë me tribunat e bukura. Shumë faleminderit. Unë nuk has, çdo njeri e di se i pari fare që ka qenë personi që ka sjellë të suksese është Pal Dreshaj. Atëre pyetjen jo kam, ku i keni gjetur të ardhurat, si i keni siguruar të ardhurat dhe cilët janë dhe personat që kanë dhënë një kontribut që ke pasur mbështetje gjatë këtyre viteve? Trimi i mirë thonë me shok shumë. Po, është korrekt. Nuk është Pali ai që por të gjithë ata që ishin me Palin, rreth Palit, dhe të gjithë që aktorët e interesit që ishin pranë klubit, duke kyçur këtu edhe diasporën, ishin të gjithë pjesëtar ose hallkat të zinxhirit të suksesit. Mirë po meritën më të madhe, unë dua t'ja bashkangjis edhe administratës dhe komunës së Tuzit, të cilët pa rreshur na kanë mbështet dhe përmes buxhetit vjetor financiar të tyre na kanë mbështet edhe ne. Natyrisht se këtu mjetet në profesionalizëm të nivelit të lartë duhet gjetur edhe nga anash dhe natyrisht me miq, me vëllezërit e mi Dreshaj dhe me dashamirët tanë i kemi mbuluar dhe rrumullaksuar të gjitha kornizat financiare gjatë këtyre 5 vjet. Duhet të them se edhe diaspora ka kontribuar aty me një sasi të konsiderueshme. Mirë po, lypa thonë të na ka facën e zezë, por pa gjanë nuk plen, nuk qëtë. Pra, kërkoj akoma mbështetje nga sponsorët, e pse jo dhe diaspora. Por jo me një ma vonë do të diskutojmë edhe çështje. Pra, deri tani kemi funksionuar perfekt. Mjetet për ndërtimin e stadiumit dhe të objektit i kemi siguruar përmes projekteve të Federatës Futbollit Mali të Zi, në bashkëpunim me Komunën e Tuzit dhe me UEFA. Natyrisht, iniciativat dhe projektet janë hartuar nga ne, nga administrata e komunës, dhe fatmirësisht kemi hasë në mirë kuptim të gjithë këtyre subjekteve që janë aktor në futboll. Aktualisht, sa shkon shifra investimeve për klubin e Deçicit për këtë periudhë 5 vjeçare? Ndërtimet në infrastrukturë mund të kalojnë shifrën 4 milion e gjys, duke me rrumullakua dhe infrastrukturën përcjellëse të objektit, stadionet, reflektorat e kështu me radhë. Kurse buxheti për funksionim të klubit ka lëviz viti pra si kanë kaluar vitet.
fillimisht ma i ullë, pastaj, por në këtë moment 1,5 milion deri në 2 milion euro nevojitet buxheti për me funksionua një klub. Një sasi të madhe e kemi marrë ose fituar edhe përmes sukseseve që kemi realizuar gjatë aktiviteteve pra lojëve tona në kompeticionet e UEFA-s, fillimisht në kualifikimet për Champions League, pastaj në kompeticionet e Conference Liga, ku vitin e kaluar bam një hap gjigant dhe një prezentim, një performancë të shkëlqyeshëm në Evropë, kundra klubeve me buxhet 5 fish ose 10 fish më të mëdhej se na. Zoti Goçaj, ne dëgjuam edhe respektin që zoti Dreshaj solli për diasporën. Dihet që, edhe ta them dhe për shikuesit, skuadra e Deçiçit nuk është vetëm thjesht një skuadër që luajtë futboll, por është një vepër, është një vlerë e madhe, është një thesar për vetë atë zonë, e jep shpirt, i jep moral, e përfaqëson atë popullat me dinjitet jashtëzakonisht madh. Nuk do ta quajja armë, po do ta quajja një mjet i fuqishëm për mos asimilimin dhe për propagandimin, për përfaqësimin e shqiptarëve në malëzi me shumë dinjitet. Është gjë më mrekullueshme që është arritur. Si e vlerësoni juve si diasporë dhe çfarë do të bëni që edhe në të ardhmen zoti Dreshaj të jetë diaspora afër, siç keni qenë për fushat tjera, edhe për këtë fushë, pasi kjo është një fushë që është shumë e ndjeshme si punë e xhambit futbolli. Skuadrat ke parasysh si bien, si ngrihen, do të jesh gjithmonë pranë. Se duan ata janë si puna e mullirit që han për ditë. Ashtu janë ato të ardhurat, duan për ditë ti paguaj, ti ushqej, ti suportoj me veshje, me tëra gjërat. Po, siç shpjegoi edhe Pali pra gjendjen e klubit Deçicit, përderisa këta të vazhdojnë me punu si kanë vazhduar deri tash për krahjen e diasporës, mendoj se do të kenë 100%. Ashtu që për krahja e diasporës nuk ka mëgua, as nuk do të mëgoj, as në të ardhmen. Mjetët që i cekë pak ma parë, nuk shkojnë huq, sepse në këtë klub, pra punojnë, pra janë të punësuar afër 70 vetë, 70 punësuar. Prej tyre afro 60 janë nga Malësia që mbajnë familjet e veta. Pra është një sipërmarrje e madhe që i sjell benefit vendit Malësisë. Klubet profesionale dhe ata që duan të merren me futboll në mënyrë profesionale, ata duhet të gjejnë rrugën dhe mënyrën që të jenë të qëndrueshëm në pikpamje financiare të pavarur. Pra, mos të nevojë me dalë me lyp, se është shumë e vështirë ashtu. Dhe ne fatkeqësisht, nuk kishim një imazh apo një background të mirë deri para 4-5 vjetësh. Dhe ishim në fund. Ne jemi duke kërkuar ta shtigje që klubi të jetë i qëndrueshëm dhe të ndihmojmë komunitetit. Jo të shpenzojmë komunitetit, jo të jemi shpenzues, por të jemi subjekt që do t'i sjellin të mira Malësisë. Dhe shpresoj se dhe ky është edhe një objektiv i yni në këtë mandatin tim 4 vjeçar. Meqense jemi tek objektivat, edhe meqense Toni ka dhe një përgjigje për diasporën në mënyrën se si do të ndihmojë më shumë skuadrën e Deçiçit, cilat kanë qenë ato objektivat kryesore dhe a i keni realizuar, a je kënaqur ti si president, në çfarë mase je kënaqur që janë realizuar ato dhe çfarë do bëni në të ardhmen? Po, unë pak parë u përgjigja në këtë pyetje, pra të gjitha objektivat që i kemi përcaktuar, i kemi realizuar. Natyrisht janë disa objektiva që janë konstant, pra gjithmonë janë në qarkullim dhe në lëvizje. Dhe ajo është krijimi pra i akademisë, pra zhvillimi në ngritja në nivel më të lartë të akademisë, shkollimi i kuadrit që ne këtu fatkeqësisht kemi trashëguar. S'kemi trajner, s'kemi menaxher të arsimuam e kështu me radhë. Jemi tash 4 vite jemi duke shkolluar ata,
Dhe tani është një armat jo e vogël e trajnerave që ne i shkollojmë dhe i shpenzimet ja u hekim ne, gjithashtu edhe ata punojnë këtu paralel marrin edhe vogël. Ndërsa, objektivat në të ardhmen, natyrisht se përveç ngritjes stegës për rezultate, jemi duke punuar dhe në, pra dhe duke përfunduar planin, projektin, dokumentacionin për tribunat e reja, tribunat fitore, të rëmullaksojnë atë të infrastrukturës sportive, dhe jemi, pra në qershor, veç ka fillu aktiviteti për ngritjen e një klubit të femrave, gjithashtu do të vazhdojmë shkollimin e trajnerëve, gjithashtu ngritja administratës, se kemi nevojë për profesionista dhe do të si finale jona është fazën grupore të garave evropiane, pra në Conference League. Mendoj se janë synime në shqiptim të parë të mëdha, por jo të pamundura, të realizueshme. Shumë faleminderit. Si është rregulli dhe si është aktualisht gjendja e pjesëmarrjes të lojtarëve në skuadrën Deçiç? Sa janë malsor, pra shqiptar nga vendi ku është vetë domosdoshmë skuadra Deçiç, dhe sa janë të huazuar ose të blerë? Gani, unë nuk u iki përkundrazi. Këto pyetjet me spec i dua, sepse duhet t'i sqaroj disa gjëra. Më mirë është të folim hapur. Të gjithë dim se ne nuk kemi trashëguar lojtarë këtu. I kishim 5-6 lojtarë nga Malësia, nga Tuzi, që garonin në Ligën e Malit të Zi në për klubet të ndryshme. Akademi nuk kishim fare. Dhe të gjithë i grumbulluam ata lojtarë. I sollëm në klub. Të gjithë çfarësh. Dhe ashtu si që dikush mbjell lule, faren e luleve, do të pritur një kohë që produkti pryti të dalë. Ne para 4 viteve kem mbjell faren e lojtarëve, pra akademin, dhe tani këtë vit nga ajo farë, nga ajo fidanishtme, na dalin 5 lojtarë, 6 lojtarë nga akademia dhe do t'i bashkanxiten. Ne i kemi bashkanxitur edhe disa të tjerë. Mirë po, futbolli është lëmi cilën nuk ka kufi. Kemi lojtarë nga Argentina, kemi lojtarë nga Brazili, kemi lojtarë nga Serbia, kemi lojtarë nga Bosnia, por kemi lojtarë dhe nga Malësia, nga Tuzi. Natyrisht, se të gjithë ata që janë të gatshëm dhe mund ka të cilësi të garojnë në ligën e parë, ka të dyert hapur. Më vjen shumë keq se i kemi disa rregullore në Maltezi që nuk mundet mbi 3 lojtarë të huaj me pasaport të huaj të luajnë në një skuadër gjatë kampionatit të Malit të Zi. Dhe kjo na lim pyetje tash, pse jo lojtar nga Kosova dhe pse jo lojtar nga Shqipëria. Do të sqaruar një gjë, se këtu ekonomia e tregut e ban punën e vet. Çmimet e lojtarëve nga Kosova dhe nga Shqipëria pothuajse janë 2 fish më të larta se sa çmimet e lojtarëve nga rajonin të cilin i marrin. Pra, shpresoj se në një të ardhme të shpejt, pra si vjet do t'i bashkëtitim 5-6 lojtarë, vitin e ardhshëm 2-3, vitin tjetër 3-4-5, dhe do të kem një korriz, po edhe pse tani nuk kemi pak, pra nuk është një numër i vogël i lojtarëve që janë nga Malësia. Për këtë, mos të bahen marak sepse kem një fidanishtë të jashtëzakonshëm që janë duke punuar mirë dhe shpejti do të rriten. Ne mustecet fëmijëve nuk mund ja u bajmë për kryenatët që thonë. Duhet pak të kaloj kohë.
4-5 vjet që të krijohet lojtari. Kisha dashur edhe një detaj. Kam pas edhe kanë ardhur edhe djemë të rinj nga Amerika të provojnë fatin e tyre. Ne jo kemi hapur dyert. Mirë po, futbolli profesionist është i pamëshirshëm. Aty luan ai që mendojmë se është më i miri, më i përgatitur. E kam një problem se djemë të rinj nga Amerika, që janë studentë dhe praktikojnë futbollin, dhe me praktikim të futbollit shkollohen atje, e paguajnë shkollimin që nuk është i lirë. Ti sjelli këtu, pra në Tuz, dhe mund të ndodhin, është shumë specifike, mund të ndodhin një dëmtim, mund të ndodhin që nuk ka sukses, mund të ndodhin që se ka momentin, ai humb atje dhe shkollimin dhe humb edhe karrierën këtu. Dhe është shumë vështirë ti thuash prindit sjellë djalin se është më mirë. Nuk e di si është më mirë. Është më mirë që të shkollohet atje dhe pas shkollimit të provojë këtu, apo të luajnë si bigjos. Pra të luajnë si bigjos dhe të vinë të provojnë fatin ashtu. Unë ashtu s'mund i garantoj asnjëanit se do të luaj. Unë mund i garantoj se do të ketë trajtim të barabartë dhe do t'i kenë dyert e hapura për të praktikuar futbollin. Faleminderit, ishte me shumë interes kjo, pasi ka shumë të rinj që lozin futboll dhe duan të shkojnë në Evropë, me shpresë të shikojnë atë bisedën dhe të kenë marrëdhënie të mira dhe me klubin e Qiqit. Para disa kohë ju keni ndryshuar stemën. A mund na thuash cila stemë ishte, si e keni ndryshuar dhe ka pasur dhe reagime, si jeni përgjegjur juve këtyre reagimeve dhe suksese? Shumë faleminderit. Ka qenë një nga arritjet, për mendimin tim personal, një nga arritjet më të mira, pra kur e quaj unë që është thesar Malësia, edhe ju keni shtuar një thesar të Malësisë, e keni zbuluar, e keni kthyer atë shpirtëroren në materiale. Edhe personalisht duhet të të falenderoj ty edhe të them që Zotit bekoft, shumë faleminderit për të që ke bërë, pasi edhe elementet të tilla kanë nevojë për botën shqiptare, veçanërisht për ju që jetoni në Malnezi. Gani, ndrimi i emblemes, sistemes dhe kthimi në identitet i klubit ishte një prej misioneve primare të stafit tim prej momentit që kemi hyrë në klub. Sepse apo sistema përfaqëson, përfshin të gjitha vlerat, pra trashëgimin kulturore, historike, etnike dhe të një tjetër, pra në cilin ai klub vepron. Ky klub ka vepruar pothuajse 100 vite dhe nuk e ka njohur si klub i prerave shqiptare, nuk ka qenë i identifikuar si i tillë. Fatkeqësisht, fatkeqësisht, kjo është dashur të jetë shumë më herët. Procedura e ndërrimit të sistemes filloi vitin e kaluar, në fund qershorit të vitit të kaluar. Dhe duhet është dashur të respektojmë disa procedura juridike të shtetit në cilin pagojmë taksat, në shtetin të cilin jetojmë dhe mbas shumë obstruksioneve dhe pas shumë pengesë që të ndrojmë. Sistema e mahershme ishte një imponim i politikave asimiluese dhe politikave diskriminuese ndaj shqiptarëve, me simbole komuniste, me simbole të monizmit, me ngjyra të trobojkës e kështu me radhë. Krejt gjithçka është bërë me identitetit shqiptar nga Tuzi. Fatmirësisht nuk ja kanë arritur qëllimit, sepse e kemi një klub të Malëzi, është nga trega shqiptare, nga plava, që për atë klub nuk dihet se është buron nga treva e shqiptarëve. Mirë po fatkeqësisht plava tash është asimilua.
Fatmirësisht Tuzi, Malësia, jemi akoma të fortë dhe do të mbetemi të fortë, do të qëndrojmë në ruajtjen e identitetit tonë. Problemi i STEM-ës u politizua nga disa qarqe, pra të vogla, politike dhe anti-shqiptare, të mbështetura nga mediat sërbe, Kurir, nuk e di, shumë media sërbe anti-shqiptare dhe me një luft hibride kundra klubit tonë që pa ndreshur, pa ndalur, vazhdon prej momentit që kemi kërcënuar interesat e klubeve të mëdha të Malit të Zi, Bullëstrostit e kështu me radhë, dhe ata me ai grupacion i vogël ka abuzuar me ndjenjat e lojtarëve dhe ish lojtarëve dhe me ndjenjat e trashëgimtarëve të atyre që kanë themeluar klubin dhe kanë abuzuar me ta, mirë po fatmirësisht ajo është një grup i vogël dhe unë nuk i përfilli. Ju jeni televizioni i dytë që jap deklarata për këtë çështje, sepse duket kjo është, për jo duket, por jam i sigurt, sa është çështje e kryer dhe nuk duhet të koncentrohemi nga objektivat që i kemi në fushën sportive, pra në realizimin e rezultateve që akoma nuk e kemi përfunduar. Pra, TV Kosova, TV Prishtina dhe ju jeni të parë që janë prononcuar për këtë çështje. Kjo është çështje dhe pikë. Krejt është e rregulluar, krejt iniciativa është nisur në pajtim me kushtetutën e shtetit cili paguajnë taksa, në pajtim me ligjet, në pajtim me rregulloret e FIFA-s, UEFA-s dhe të Federatës Futbollit Malit, dhe në pajtim me statutin e klubit. Pra, kja është çështje e kryer dhe duhet të mësohen me sistemin e re. Shumë faleminderit, edhe njëri uroj suksese, si gjithmonë, ju dinit punoni, dinit të sillni vlera në komunitetin edhe në kombin shqiptar, Zot ju bekoft. Si një ndjerë kur edhe ju do që dini më përpara, pak do me dha emocionet e ndërimit të STEM-ës. Emocionet pothuajse janë të mëdha, kjo është një kënaqësi duke shikuar pra logon në STEM-in e re, siç i thon, si shtelët i vetë ka pas disa kundërshtime, por ata që kanë kundërshtua, ata kundërshtojnë pothuajse çdo gjë që është shqip. Nuk është vetëm se kundërshtojnë logon, por kundërshtojnë çdo gjë që është shqip në malsinë tonë. Dhe si që thale Pali, pra e kanë edhe politizua ma fort se sa ndoshta edhe janë aq kujdes sa për çështjen dhe zhvillimin e klubit. Ai grupacion derdh lot krokodilit për fatin dhe për historinë e klubit. Historinë e klubit 100 vjeçare. Kam trashëguar 10 fleta, shkaravina, në arkiven e klubit 100 vjeçar. Asgjë, zero kam trashëguar. Dhe këta tani, qajnë fatin e klubit, pra e historisë, dhe nuk e din njërana, se gjyshërit e tyre, kur janë zdesh, në robë, në fanella sportive, i kanë hjeki, i kanë zhvesh, çakshir, xhamadan dhe kapuç të bardhë për me luajt futboll. Dhe tani thonë, s'ka gjame, janë kundra shqiptarëve. Aja është një psikologji, një patologji psikologjike. T'jalem të kaluarës, jemi në fakti kryer, është gjëja më mirë në fushën e investimeve kombëtare krahas sukseseve të arritura në rezultatet. Të falenderoj shumë. Përveç asaj, klubet më të mëdha botërore që ishin në kjo se shikon historinë, i kanë tërnuar logo të ndryshme, hera ashtu si mas. Ta gjoja duhen mos me ndrua logon i 100 vjeçare, pothuajse, si që thale Pali që nuk ka prezentua kur një gjë shqiptare. Po, zoti Dresha je shpjegovi bukur atë pra të parën, se çfarë simbolizonte ajo. Mendoj që
Kjo është pra një sukses, unë për këtë të përulem me shumë respekt, juve dhe gjitha atyre personave që kanë marrë pjesë në ndryshimin e logos. Tashmë jemi në prag të 100 vjetorit të festimit të klubit Deçiçi. Cilat janë disa nga masat që keni marrë dhe si do ta festoni? Vitin e ardhshëm Deçiçi feston 100 vjetorin e themelimit. Ne jemi duke u përgatitur dhe duke punuar në atë drejtim. Së shpejti do të ngritet edhe në bashkëpunim me komunën e Tuzit një këshill organizativ për të përcaktuar aktivitetet cilat do të jenë në vitin 2026. Unë mendoj se më së miri do të jetë muaji i gushtit, që do të jenë aktivitetet kushtuar 100 vjetorit të Deçiçit, a do të jetë gjithë muaj, apo një javë, do të shohim edhe në varësisht me aktivitetet që kemi dhe me bugetin që do të kemi. Një gjë është se jam në kërkim dhe jam në biseda për të shkruar një monografi për të botuar një monografi të klubit të futbollit Deçiçi që të qesë në dritë të gjithë ata që kanë luajtur dhe kanë dhënë kontributin e tyre. Pra, gjatë këtyre 100 viteve, fatkeqësisht, e kam shumë të vështirë sepse arkiv nuk kam zero arkiv. Dhe më duhet, pra, grupi punues që punojnë në drejtim, duhet të luajmë rolin e Indiana Jones për të zgjetur thesarin e humbur diku atje kretirat e Afrikës dhe për të zbuluar, për të gjetur qit në dritë të gjithë ata që me djersën e tyre, me mundin e tyre, me sakrificën e tyre, kanë punuar dhe kanë munduar që klubi të ajë 100 vjet. Në këtë drejtim, me siguri do të më ndëgjojnë edhe diaspora atje, kush ata që janë në diaspora dhe janë kënë në një formë apo formë tjetër, antari klubit Deçiçi, dhe ka ruaj diçka aktiva, ne do të publikojmë një portal ose në rrjete sociale që të grumullojmë arkivën e humbur ose që janë të shpërndarë në përdorë e qytetarëve. Gjithashtu, do të organizojmë dhe në siguri një akademi solemne, do të organizojmë ditët e klubit, do të promovojmë dhe do të organizojmë edhe një ndeshje futbollit. Do shohim tash. A do të jetë ndeshje futbollit me një klub spektakular, me një klub ekstra, apo jo, varet edhe prej mundësive financiare, sepse jemi në negociata me disa klube dhe nga Spanja, që ndoshta mund të jenë një kocir tonë në gusht. Shumë faleminderit, neve si televizion do të jemi mbështetës për 100 vjetorin e klubit Deçiçi. Do të bashkëpunojmë edhe me zotin Gojçaj e me shumë të tjerë bashkëdhetar këtu. Persona që kanë qenë pjesëmarrës të klubit futbollistik Deçiçi, ne do t'i marrim një intervistë edhe me udhëzimet toja si doni, jemi të gatshëm që t'u ndihmojmë, pasi është një gjë e mirë që personat që kanë dhënë kontributet të jenë pra të jenë dikushi. Pra të respektojnë me rastin 100 vjetorit. Si e vlerëson ti 100 vjetorin? Po, aja vlerësim do më thonë i 100 vjet klubi në ekzistencën, ashtu pali saro të gjitha, nuk isha gjame shtua për të marrë kohën, por ajo është një... Kemi neve lojtarë që kanë lojtur në atë periudhë, vitit dhe këtë që kanë lojtur? Ka këtu për komunitet që i njofim dhe me siguri se do t'i kontaktojmë, si qëta Legania, palë do të mundohemi me ta forcat tonë dhe me çka të kemi mundësi që t'i japim ato informata aq sa kemi këtu për... Kush ka fotografi, kush është veti gjallë, si që janë gjitha këto, do t'i ndihmojmë. Me qëse jemi këtu, zoti Dresha i ke diaspora. Unë do të bëj pyetje juve çfarë kërkoni nga diaspora dhe do të dëgjojmë edhe zotin Toni Gojçaj se çfarë premton dhe ky për të ndihmuar juve. Si e doni, në çfarë forme e doni, pasi jemi edhe në prag të promovimit të biletave sezonale. Unë gjatë
gjithë veprimtarisime, si në arsim, në komun, në sport, jam shumë mirënjohës për kontributet që diaspora ka dhënë për zhvillimin e malësisë. Nuk ka asnjë sferë jetës, asnjë rrafsh jetës që diaspora nuk ka ndihmuar. Duke filluar prej infrastrukturës, rrugëve, rrymës, ujit, telefonit, me lëmin e arsimit, me stipendione dhe në lëmin e kulturës, duke mbështetur shoqatën, në lëmin e shëndetit, duke ndihmuar njerëzve me nevojë që kanë nevojë, në sport dhe gjithku ka kisht dhe duhet hjekur kapelin dhe duhet përkull thellë për kontributin që ka dhënë diaspora. Nuk është e mirë që diasporës gjithmonë veç me i lyp, sepse ju shumë vështirë fitoni, nuk fitoni lehtë. Ju sakrifikoni shumë, punoni shumë, keni shpenzime të mëdha dhe është shumë vështirë edhe në këto kriza ekonomike që të mbijetoni atje, edhe jo të ndani një sasi të madhe të buxhetit për aktivitetet e tilla. Unë duhet jam pak pragmatik dhe të quaj, unë shes produktin. Unë duhet shes produkt, nuk duhet kërkoj gratis, nuk duhet kërkoj lëmosh. Unë shes produktin. Dhe produkti im është biletat sezonale. Mendoj që në krahasim me bileta sezonale në botë, ky produkt është i lirë. Çka ju jap unë për këtë? Unë ju jap, mendoj që Zemra Maljeva është ba vitin e kaluar që u bam kampion, apo jo? Ju jap emocione, ju jap shpesh herë edhe lot, sikurse mbas lojës së Helsinkit, shpesh herë edhe hidhërime mbas performancave jo të mira. Mirë po, duhet të promovoj që me bileta sezonale mos të ngarkoj asnjë buxhet familjar. Thjesht, sikur se shkon me pa Detroit Pistons në basketbol, që kushton shumë fish ma shumë të na, bleni biletën sezonale dhe ja dhuroni familjarit tuaj, vllaut, babes, axhes, kushrinit, shokut, e kështu me radhë, dhe ashtu mbushet edhe fusha stadioni. Gjithashtu, shpresoj se vitin e ardhshëm do të kem mundësi dhe përmes fan shopit që do të hapim, në këtë moment e kem të pamundur sepse kemi një kontratë me një kompani Macron që nuk është e mirë për ne, por vitin e ardhshëm do të kenë mundësi edhe përmes blerjes së suvenireve, të fanellave, të shalleve, e kështu me radhë që të ngritet buxheti i klubit. Këtë drejtim pra, unë shes produkt, nuk kërkoj lëmosh. Nëse ka, unë e di se ka donatorë dhe miqë që e duan edhe janë të gatshëm me dhanë. Kavalerit nuk mundesh me adry xhepin, por kjo është ajo çfarë unë mund të them. Sa kushton bileta sezonale? $230 amerikan për 20 e sa lojë me duke përfshirë dhe kupat. Anaj që nuk është, a $1 është e vlefshme, por mendoj që nuk është një sasi që ju vret buxhetin tuaj. Pak më parë, para se të flasi zoti Goqaj, unë dëgjova nga ju që ju thatë se nuk i kërkojmë diasporës se e rëndojmë. Ju që jetoni në vendlindje, ju jeni heronjë. Ne që kemi ikur, kemi lënë vendlindjet, jemi borçlit të asaj toke, të atyre njerëzve, kështu që gjithmonë kur të keni, veçanërisht ata që punojnë, ata që punojnë dhe kërkojnë, absolutisht kanë drejtën morale, legjitime që të kërkoni, sepse gjithmonë djersa kur shkon në një vend me një produkt që vjen në vlerë pozitive, nuk e bërë mëkat, përkundazi ke bërë
nder dhe ke sjell diçka të mirë për vetë kombin ton shqiptar dhe për zonën ku po flasim. Urdhroni. Po, pajtohem me komentin të 100% edhe me paljet paka shumë i sqarou edhe këse si është mundësia jonë që unë mendoj dhe pajtohem me paljen që në përmes blerjes e një bilete sezonale do të ndihmojmë klubin pothuajse maksimalisht. Por në rast nevoja tjera jemi këtu gjithherë për biseda dhe për të ndihmuar klubin dhe malsinë dhe si deri me tani. Zoti Dresha, jemi në fund aktualisht bisedës. Dua të marr pak informacione. Ku është sot, në çfarë niveli është sot në këtë kampionat, domethënë si e mbylli ose si po e mbyll Deçiçi, dhe njëkohësisht mesazhi juaj, një mesazh përgjithshëm edhe në një objektiv që ke për të ardhmen që ta dinë diaspora. Po mbas lojrave të vështira që i patëm në Evropë, patëm një rënje në krizë të vogël të lojrave dhe rezultateve. Tani për momentin jemi në vendin e tretë të tabelës dhe do të synojmë që të mbetemi në vendin e tretë. Mirë po jemi në finalen e kupës, ku shpresojmë se do të fitojmë edhe këtë trofe që akoma nuk e kemi fituar deri tani, dhe do t'i bashkangjitet kupës të titullit kampion të vitit të kaluar. Pra në vitrinat tona shpresoj se dhe besoj se këtë vit do të jetë edhe një trofe që për 100 vjet nuk e kemi fituar. Në çfarë vendi Deçiçi u rëndit këtë vit në kampionat? Në këtë vit jemi në vendin e tretë, por kemi edhe 4-0 pa përfunduar. Po edhe mendoni që do të jeni në vendin e tretë, do të shkoni pak më lart apo matematikisht nuk e arrini? Ja, matematikisht nuk mundet më lart. Po me suksese për të ardhmen. Çfarë do i thuash diasporës si përfundim? Unë po të them ty tani, pak si nalti i kemi ngrit koburet, i kemi ngrit stegën. Po, aja është mirë me kanë si thmoni pari, por është shumë vështirë, por mirë është të jesh atje në krye. Pra, vënë shënjesër hanën thonë, por edhe nëse e huq, je në mesyjesh. A diasporës duhet të përshëndes dhe do të u premtoj se do të falim prap, do të dhurojmë prap emocionet të shkëlqyeshme dhe do t'i bajmë krenar me punën tonë, me veprimtarinë tonë. Nuk e mora informacion, kjo është një pyetje informative e shkurtër. Cili është trajneri i skuadrës Deçiçit? Nga është? Trajneri i skuadrës Deçiçi është Nenad Brnović, është nga Podgorica. Një trajner i ri që e njeh Ligën e Malit të Zi, ka pas një sukses, një rezultat të mirë me sutjesken e Nikshicit dhe për momentin është ai. Do të me punua ma shumë. E kam një postulat që ka thënë Theodore Roosevelt. Bëj ata që ka din me ata që ka ke në vendin ku je. Kjo është filozofia ime e punës. Po mirë, profesor Dreshaj dhe presidenti skuadrës Deçiçit, unë isha shumë i privilegjuar që u kisha sot në bisedë. Më bëhet shumë qefi, bile kërkoj ndjes që nuk kam qenë lidhje direkte me juve përpara, por gjithmonë duke menduar se jeni i zen me këto ndeshjet, lëvizje sipër. I kam ndjekur vazhdimisht, i kemi dhënë rezultatet toja çdo javë, i japim në emisionet tona informative. Unë të falenderoj, nëse do t'i goqë ai, urdo, kishit diçka përshtuar? Jo, s'kam gjama përshtuar, da shpresoj që të fitoni dhe kupin e Malit Zi, ju më ngon tash në vitrinat tuaja, dhe uroj suksese, dhe gjithherë do t'jemi me ju. Me cilën skuadër është kupa, me cilin jeni në finale? Me Mornarin e Tivarit. E si është në nivel kampionatin Mornari? Mornari është në zonën e rrezikut për të mbetë në kategorinë e parë. Këtë du të vlerësoni shumë, se zakonisht kur është një skuadër e ullët poshtë, mendon se e ketë fituar, du të vlerësoni këtë. Ja, ju më pyetët ku është në... Jo, e kuptoj, është shumë skuadër serioze dhe e mirë. është me një takim, a me dy takime, si e keni?
Është me një takim apo me 2 takime? Veç një ndeshje, një lojë. Ku bëhet ndeshja? Në Nikshit, sepse nuk mundet as në stadion të Tivarit, as në stadionin tonë, por në Nikshit, kurse stadionet tjera në Maltezi nuk janë të gatshme për kupë. Po aty në Nikshit është i favorshëm për shqiptarët? Aty kemi lojë disa ndeshje evropiane dhe mund të them që plot stadiumi ka qenë me tifos. Me ju përshëndetën, me ju falenderua për intervistë, për emision, dhe i ftoj të gjithë diasporan të blejmë 1000 bileta sezonale. Do të gjej rrugën toni, do të bëjmë në një lajmërim, ndoshta në televizion, edhe do të gjejmë mënyrën për të shitur. Do të punojnë në atë drejtim. Do të punojmë. Faleminderit. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishim së bashku në bisedë, ju uroj suksese juve dhe gjithë stafit edhe gjithë klubit futbollistik, edhe ju uroj suksese për ekipin e ri që keni hapur në futbollit të vajzave, edhe ajo do të jetë një, do të thosha, një nga arritjet kryesore, është për herë të parë në historinë e zonës tuaj shqiptare në Malzi, edhe me shpresë të shikojmë të jemi afër, ndoshta edhe për 100 vjetorin dhe mund të takojmë së bashku aty në Tuzë. Do të ishte kënaqësi për ne që të jesh mysafir i vini për 100 vjet. Faleminderit, shikues nderuar, ishim me profesor Pal Dresha, është presidenti i klubit të Deçiçit. Kemi folur, kemi sjellë informacione, por do thosha ishte një nga bisedat të gëzueshme sepse ka patur arritje të suksesshme, të papara ndonjëherë. I urojmë që këto suksese të jenë dhe në vitet në vazhdim, duke i uruar dhe ju për vëmendjen, urojmë gjithë shqiptarët kudo ku janë të kenë suksese. Falenderoj dhe zotin Toni Goqa që ishte në këtë bisedë pranishëm, edhe një herë falenderoj dhe për në emrin tuaj Dreshën dhe miru pafshim, shikues nderuar, miru pafshim.